Profesor, e prisnin rezultatet të tillë përpara datës 11 maj, duhet një përgjigje shumë sinqert. Në këto shifra flas. Në analizën që keni bërë, në gjithçka që keni analizuar këtë fushat, e prisnin një përgjigje të tillë të elektoratit? Unë të falenderoj për pyetjen dhe të falenderoj që më vë në një situatë ku, si thua, fjala ime besohet, apo nuk besoj, se s'ka kusht ta provoj, po e kam dhe një provë për atë që them, sepse të flasësh pa prova nuk është mirë, sidomos në shkencë. Duhet të them që po e prisja. Në këto nivele. E prisja nuk them se si reagim i elektoratit, sepse duhet marrë në analizë shumë faktorë, po ju përgjigjem edhe një herë duke ju falenderuar për pyetjen. Po e kam pritur. Problemi është se se kam pritur vetëm unë, por ishte një rezultat që në mendjen time ishte i parashikuar. Si e provoj në atë mënyrë që unë prej 2 muajsh apo 3 muajsh pothuajse nuk kam bërë analiza politike, nuk jam implikuar në debatin politik parazgjedhor, pikërisht për të mbajtur një distancë dhe për të krijuar mundësinë për të thënë që nuk është se është në një rezultat fatlum, jo në kuptimin se kush fitoi dhe kush humbi, sepse në një demokraci apo në një vend që do të demokratizohet, se të quash Shqipërinë sot demokraci është një dhuratë shumë e madhe që i jep falës, por ky rezultat është pritur nga ana ime. Profesor, mund të rrojë vëmendje shumë një postimi juaj përpara zgjedhjeve ku listonit kë do votonit. Tani pyetja që kam unë, ose më saktë kë nuk do votonit. Ju votuat apo jo? Sepse duke parë atë listë, unë isha i bindur që ju nuk do votonit. Tani më korrigjoni nëse e kam bindjen të saktë apo kam gabuar në perceptimin tim. Atëherë, të nisim nga ajo më e rëndësishme. Ai postim imi ishte njëherë për të ndihmuar sa mundesha unë elektoratin, duke thënë që në gjykimet e mia unë nuk votoj këta individ të cilët bien në një nga këto 17 kritere përjashtuese. Dhe përse unë e mendoja këtë? Unë e mendoja këtë sepse sikurse dhe e thosha aty që një shans që kishte elektorati për të dalë nga kurthi i partive është që të votonte nisur jo nga partitë, po të nisesh nga individët. Kjo ishte arsye e dytë e saj gjëje, dhe arsye e tretë ishte se pjesa më e madhe ose një pjesë shumë e madhe, desha të them, e kandidatëve që vund si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk plotësonin në kuptimin tim, ashtu sikurse unë i paraqita atje, kriteret për të marrë besimin e elektoratit. Pra, në një farë mënyre ishte një kritik që unë artikuloja ndaj 2 partive kryesore në Shqipëri për zgjedhjet që kishin bërë. Dhe këtu unë vija në të njëjtën situatë edhe Partinë Socialiste edhe Partinë Demokratike. Pra ishte një mosbesimi im edhe tek kandidaturat që kishte vënë Partia Demokratike në një pjesë shumë të madhe të tyre, çka do të thotë që unë mendoja që në atë kohë dhe prej shumë kohësh në fakt që në një farë mënyre një pjesë e Partisë Demokratike nuk kërkonte gjë tjetër veç se të riafirmohej në kolltukun e deputetit pa menduar më gjatë, po kjo është një çështje tjetër. Tani, a do votoja unë apo s'do votoja? Po, pa qenë nihilist,
Unë mendoj se në të gjithë listat e partive kishte individ të cilët i plotësojnë kriteret që unë vija për veten time, po i ndava me të tjerët për tu votuar. Dhe po të isha ndodhur atë ditë në Tiranë dhe jo në Shërbim, sigurisht do kisha votuar me ato kritere. Pra jo partit, por kandidatin, dhe pastaj kandidat ato kishte, po kishte për mua, por nuk kishin figurat kryesore të partive politike të dy anëve. Profesor, teksa shohim rezultatin e partive të reja, mund të realizojmë pak sjelljen e partive të reja në këtë zgjedhje. Kemi 4 deputet të prodhuar nga partitë e reja, mundësia me 2, lëvizja bashkë me 1, se po shoh rezultatet nisma Shqipëria bëhet me 1 mandat. Çfarë sinjali është ky, profesor? 4 partitë e reja në Parlamentin e Shqipërisë. 4 deputet nga ndjes, 4 deputet nga 3 partitë e reja, ndjes. Unë mendoj që ky është një hap përpara, Për shoqërinë apo për politikën, profesor? Unë mendoj në përgjithësi është një hap por shumë i vogël përpara dhe për politikën edhe për shoqërinë. Shumë i vogël përpara, për arsye sepse thash edhe një herë që jeta parlamentare do të jetë shumë formale, qeveria do të jetë akoma dhe më shumë jashtë kontrollit të kuvendit, dhe kuvendi do të jetë akoma më shumë i shkëputur nga shoqëria. Brenda kësaj situate, ne kemi këta 4 deputeta, 3, 5, 4 po themi, dhe sigurisht ky është një hap përpara sepse tashti këto parti kanë mundësi të dëgjohen edhe në parlament. Por mos harrojmë që nga ky moment deri kur të konstituohet një parlament i ri në 2029 do kalojnë 5 vjet, do kalojnë shumë ujëra, dhe a do din këto parti të cilat këtë tribunë sigurisht e kanë të pamundur që ta përdorin për procedura politike, për rezultate politike qeverisë, por a do din ta përdorin si një tribun për të drejtuar elektoratit në një burim tjetër? E vetmja gjë që mund të bëjnë është kjo, duke shpresuar se në këtë mënyrë në 5 vjet të ardhshëm mund të kenë një rezultat më të mirë, por kjo është një çështje akoma shpejt për të parë, ndërkohë vëmë re që këto parti të cilat ju i quani të reja, mua s'më pëlqen ky term. Si mund t'i quajmë, profesor? Po marrë dhe unë një këshillim nga ju. Si dëshirojnë që t'i quajmë? Jo, ti shumë mirë i quan, sepse ti përdor termin që është në qarkullim në hapësirën publike, po unë nuk i quaj ashtu. Pse? Nuk janë të reja në mentalitet, thoni ju? Jo, nuk e kam në sensin negativ, por unë një nga vërejtjet që kam për këto parti është se këto rekuperuan atë etiket që i vun partit kryesore, apo i vuri shoqëria, duke luajtur me termin që ne jemi të reja, ne jemi parti të reja, të radhë. Çfarë bëri kjo? E para njëherë, kjo bëri një dëm, sepse në fushat elektorale të jesh i ri nuk është një avantazh, por shpeshherë është një dizavantazh. Për arsye sepse elektorati nga njëra anë do figura të reja apo forca të reja, por nga ana tjetër në momentin elektoral, sidomos kur vjen fundi i fushatës, ka mosbesim dhe ka tendencën që të shkojë atje ku ishte ajo që quhet e vjetra. Dhe unë mendoj që këto parti ranë në kurthin e të quajturit të reja, dhe disa prej kryetarëve të këtyre partive e torën kaq shumë që ne jemi të rinj, a thua sikur ky fakti i të qenurit të ri ka vetëm anë pozitive dhe nuk ka dhe anët negative. Cila është ana negative? Është e të qenurit të mos provuar, dhe elektorati është konservator në zgjedhjet që bën. Siç ndodhim ne në shoqëri, që takojmë një mikun ton, kemi besim.
i dim të mirat dhe të këqijat, po takojmë një njeri të panjohur, ruajmë në fillim, se themi, ku di unë se kush është ky njeri, s'na ka zhgënjyer ndonjëherë, po mund na zhgënjej më keq. Kjo është e para. E dyta, nuk jam me këtë apelacion, me këtë etiket, për arsye sepse kjo bëri që të humbte ngjyrosja politike tyre dhe si të thuash nuk mori theks pikërisht ajo e re në ngjyrën politike e cila do të i markonte, do të i shënonte këtë parti. Kjo është arsyeja. Çfarë bëri elektorati? Elektorati sigurisht, si çdo elektorat, preferoi që të futet në guackën e dy partive tradicionale. Dhe mund të ndodhi edhe në Shqipëri, mund të ndodhi në Shqipëri, sikurse ndodh në vende të tjera, që në fund të fundit elektorati rikonfirmon partitë tradicionale dhe mund të ndodhi që dhe e reja të lindi brenda partive tradicionale. A mund të ndodhë kjo, profesor, se kemi provuar që nuk është se ka ndodhur shpeshherë që e reja mund të lindi edhe brenda partive tradicionale?